Elga, Po, dëgjoj. më bëri përshtypje historia jote, je 25 vjeç, jeton dhe studion në Angli. Po. Thua që aty më shkruar një frikë për të dalë nga shtëpia. Kur u ballafaqove me këtë frikë? Që në momentin që erdha këtu dhe mendoj më shumë nga diversiteti i madh i njerëzve, kur del nga një vend si Shqipëria që jemi mësuar gjithë, jemi Ballkanas, kupton, dhe nuk është se kemi racat tuaja që bashkëtojmë ata në këtë lloj forme dhe në masë kaq të madhe. Është era parë që dole nga Shqipëria apo është era parë që dole kaq gjatë? Është era parë që dola kaq gjatë, që do të zhvendosem në një shtet tjetër, se për dalë kisha dalë shumë herë, po thjesht si turiste, kupton, se ato një muj ore të shkurtra që janë vetëm për shef, domethënë. Kurse në momentin që ti vjen për të zhvendosur, i shikon gjërat me një perceptim tjetër. Dhe ç'a ndodh tani me ty? Ndodh që unë shkoj ditën e parë në shkollë, edhe shoh shumë rrata të ndryshme, nuk jam raciste, po ndjeva një lloj si di, shumë kisha një rast një herë. Thjesht të fjalën racizëm e kisha dëgjuar shumë klishe në shkollë, se kisha provuar ndonjëherë, por unë ndjeva shumë ndryshe në llojin tim. Unë ndjeva shumë ndryshe. Se Anglia është shumë tolerante. Është tolerante, nuk është se në mënyrë direkte racizmi, domethënë u vendos gishti që shikon se kjo është e bardhë dhe etj, po që ndjet nga mënyra se si të shikojnë, nga mënyra se si vishesh, nëse ti vishesh mirë, thjesht fakti që qelloj që pikërisht aty qellova vetëm unë e bardhë aty. Dhe pjesa e tjetër unë kishin raca nga më të ndryshme, për sa i përket pjesa e lëkurës, që ndryshonte, edhe ndjeva një fiklet shumë të madh. Dhe ndjeva sikur kur janë në mendjen time, sikur do të më vrasin, do të më hajnë, do të më bëjnë, dhe pastaj shkoj në shtëpi dhe thjesht nuk dua që dalem nga shtëpia, dhe përpiqesha si domethënë në mendjen time, kështu loja në kokën time çdo gjë që të ndodhi një gjë, të bjerë shit, mos dal, ose ku di unë të zgjohen pak më vonë, justifikime nga më të kotat. Dhe në momentin që unë dal, për shembull jashtë, ndihem shumë mirë, them sa gabim bëj që rri brenda në shtëpi, kupton? Po pastaj kur dal kam ndonjë gjë, është që them që 30 ditë jashtë, se di që do përfundoj prapë që do dua të fshihem, kupton? Edhe nuk e di, disa gjëra të di. O Elga, ti jeton si shaka, por jo, nuk janë shaka. Ti jeton në Londër? Po. Jeton në konvikt apo jeton në shtëpi? Jo, unë jetoj në shtëpi, nuk jetoj në konvikt. Okej, shtëpinë nda me të tjerë? Ja, nuk e ndaj me askënd. Po zonën, që jam shumë okej nga kjo pjesa, jam shumë okej si zonë si gjitha, jam shumë e përmbushur, por është kjo pjesa që nuk e di nga që jam vetëm edhe si di, i krej në mendjen time. Është shumë e vështirë që edhe të përshtatesh, të gjesh njerëz, pastaj ka të bëjë nga tipi personit, se ato ofenduar njëri, domethënë do gjesh dhe njerëz që ndajnë të njëjtat mendime me ty, të njëjtat eksperienca, se nuk është të thënë që duhet të rri me shqiptar, sepse ka të bëjë pak edhe pjesa e arsimit, e kualitetit jetës, shumë gjëra tjera. Siç i themi ndonë në Tiranë, edhe e njëjta gjë është edhe këtu, se s'mund përshtatesh dot me të gjithë. Këto ka njerëz që akoma janë me mentalitet ku di unë viteve se di. Pa. Ke 3 vite vetëm se sa ti ke 3 vite që je në shkollë. Ke 3 vite që je në shkollë. Po nuk e bër asnjë shoqëri aty? Kam bërë, po janë thjesht shoqëri, e kupton, face to face, si e kalove mirë ndonjë detyrë, ndonjë është shumë shoqëri si përfaqësore. Si përfaqësore gjitha. Unë shumë të jam vetëm, domethënë që dal vetëm. Ti punon? Se mundon që dhe ti kuptoj njerëzit. Po. Po, por në punë aty si ndjesh? Që pata një shkëputje. Në punë, tu ka diçka që pa dashur, të më thënë se nuk e di si duhet shprem se kjo video dhe do nxirret kjo miskall. Po, tu ka shumë edhe komunitet që janë të mbuluar, se di më kupton. Po, kuptoj. Janë të mbuluar, dhe janë shumë, mendoj që këta janë shumë racist dhe shumë paragjikues. Ose që shikoj një gozë bar që mbahet, që vishet bukur. Shikon shumë me shami kudo. Pastaj ka indian pafund. Edhe s'e di. Nuk e di ta them. Ka se shkoi në Anglia dhe i bëri Ase ndihesh si nuk e di ç'a të them. Hera para shumë ulërim. I bëri telef, ç'a të bëj. Po, shkoj jam unë të kështu. Dhe ti ke po bëjnë këto. Dhe ti ke 3 vite me këto mendime. Ti në Tiranë ke qenë sociale? Shumë sociale. To kanë
Edhe shefin që bën e mendoj shumë ndryshe nga mënyra se si jam rritur për shembull që shkoj të bëj shef të kënaqem. Për shembull unë dua të dal të bëj shef, po nuk e mendoj që të shkoj të bëj shef bëm tap, aty të marr substanca narkotike. E kupton, nuk janë pjesë e jetës time, s'kan qenë. Dhe s'm ta bëj dot për shembull këtë mosh. Po. Se janë social, të ftojnë, hajde në party, hajde këtu, por realisht janë shumë të në mendimin tim janë shumë të shturur. Nuk thjesht s'mund ta bëj dot, të shkoj se nuk më pëlqejnë moj. Të shkoj nuk e di në party unë. O Elga, po pse kur je atje? Racash. Kam një pyetje. Ose më duhet të rri çfarë bëj tani? Jam edhe e lidhur këtu. Je lidhur, edhe në Shqipëri edhe nuk mendoj që do kthehem brëm. Po, edhe tani çfarë më bëm? Shiko, duhet ta përmbusëm pa karrierën time, me pjesën akademike, dhe disa gjëra tjera, që Shqipëri është e sigurt që nuk e kam. Se Shqipëri mund kisha shoqërinë afër, mund kisha familjen, po aq ishte. Pjesa tjetër ishte prapë e vështirë. Okej, po karriera nuk është e gjitha në jetë, edhe ambienti ka rëndësi, edhe marrëdhëniet me ambientin. Po ajo çfarë unë vëre nga kjo që po se ti ke 3 vjet aty. Tash Londra ashtu është, nuk do ndryshojë me apo pa ty ashtu janë. Tani ti ke vënë re, ty të në një lloj mënyre të bezdisi njerëz me shami apo që ka shumë indian. Edhe un kam qenë shumë shpesh në Londër. Se kam edhe ta që janë mbuluar me shami, po janë thjesht mentaliteti që kanë, domethënë edhe tunga që janë aq shumë në mas, edhe ta mbajnë njëri tjetrin. E kuptoj. Edhe realisht më japi një po do të them diçka. Të gjitha këto janë në mendjen time, domethënë që unë nuk është shpreh ndonjëherë se po sapo e the vetë që thea unë. Është një çik në mendjen tënde kjo. Pra, kjo quhet paragjykim. Gjykon para se ti njohësh. Çështja është ne të gjithë gjykojmë apo jo, Jona? Është normale njeriu të gjykojë. Unë për shembull sa që shkoj në Londër, mua më duket Londra ndryshe komplet. Mua pra më pëlqen adhuroj atë qytet. Që e para një është gjigant, se është më i madh se New Yorku, atë tash e zbulova unë që ka dhe shumë i madh se New Yorku. Po një herë shoh një popullsi, një herë shoh njerëz që janë vetëm sportista, një herë shkoj në Camden Town, shoh punks me flok të çuditshme, shoh njerëz që vishen çuditshëm. Pra, gjithmonë Londra ka një dinamik të tillë. Mendoj që ti përgatitesh që të shohësh dhe të gjykosh. Dhe prandaj ndoshta edhe kjo është dhe fakti që ti nuk ka asnjë interes të dalësh dhe përgatitesh. Ndërkohë, ti e di shumë mirë nga ana tjetër se je vajzë e zgjuar dhe ke edhe 3 vjet atje, që studion edhe do të investosh në tënde, ti e di shumë mirë që të gjithë me shami, pa shami, janë nga India apo jo, janë njerëz. Dhe mes njerëzve ke edhe një kryeministe nga India. Sigurisht. Ke edhe njerëz me shami shumë interesant, dhe shkencëtar këto. Po e ke shumë të fortë këtë gjën. Dhe më çudit që ke 3 vite dhe se nuk je vetëm ti, ne do flasim realisht, mos jemi hipokrit, shumë shqiptare kanë, absolutisht. Unë e kam thënë ndonjëherë nuk harroj kur shkova në Filadelfia, se harroj kur këtë gjë, kam shkuar në Filadelfia për herë parë, po flisim për vitin 90, edhe në Filadelfia shkonin shumë nga Fieri. Ishte Fieri i Filadelfias. Dhe unë shkova sepse ishte shoqja mami tim që ishte me origjinë nga Fieri dhe ato troqin njëri tjetrin si në Boston Korçarët. Dhe i thash unë jeni mirë këtu? Super, tha, po na çmon në këta të zinë, tha, na kanë zënë shtëpit. Të zinë kishin që në 1700 aty, që nga deklarata pavarësisë. Dhe do me thënë edhe kjo gjëja gjithmonë është ky paragjykimi, ndërkohë që fierakët kishin 3 vite që kishin ardhur në atë vend në Filadelfia që i përkiste gjithë komuniteteve të tjera, sidomos afroamerikanëve. Kështu që ne kemi këtë, por ti e ke shumë... Jemi rritur në këtë formë, pavarësisht se ndoshta se kemi bërtitur, në familjen, shoqëritë, neve janë dëgjuar mërtime nga më të ndryshme për njerëzit e tillë. Po, sillemi mirë, por që nga ana tjetër... Si jep kaq fuqi këtij mendimi se ky mendim në fakt në të përditshmen tënde si influencon në të përditshmen që ka njerëz me shami, ka se çfarë ndodh? A ke pasur ndonjë traumë, ka ndodhur diçka me komunitetin tjetër? Asgjë, asnjëherë. Që janë një pjesë që kanë atë dëshirën e imponimit, atë paragjykimin, sa gjëra që unë sidoroj dot, po edhe te pjesa e higjienës, pastaj që është gjë tjetër, nuk e di, më shkojnë të mend kështu domethënë në trurin tim. Edhe po. Edhe njerëzit janë pak kryesore. Çështën kryesore tonë shikoj mungesën e përshtatjes, sesa ankthit, nuk u fol shumë për mënyrën se si ti ke përjetuar izolimin, të qenit në simptomat e ankthit, po shikoj më shumë qasjen tënde drejt vendit jashtë, që ti nuk po e gjen veten, dhe unë e kuptoj, ka shumë njerëz që nuk përshtaten dot dhe është në rregull. Prandaj pyeta pse po rri. Dhe
Nuk e di si e gjen ti, domethënë veten, është pjesa e përshtatjes apo është ankthi problemi yt? Nuk është vetëm kjo, se edhe në Shqipëri nuk është se më pëlqen të shumë ambienti që ndodhesha. Dhe mendoj që kudo që të shkosh nuk do ta gjej atë perfekte, por që edhe ankse kam pasur shumë këtu. Edhe më përpara në Shqipëri. Edhe në Shqipëri ke pasur? Po, kam pasur dhe atje episodet e mia. Po mund na flasësh pak për këtë pjesë? Se kjo është ajo që duam ta kuptojmë, domethënë si të ka ndikuar ty në jetën tënde dhe si lidhet kjo me performancën, pra pse duhet. Jam ndër gjithmonë sikur jam në një garë, po këto që do të thënë asnjëherë mjaftueshme, edhe pse i bëja gjërat shumë mirë, edhe pse më bëra rezultate maksimal gjithmonë si e pa kënaqur, nuk e di a mund ndikoj dhe pjesa që mund të kem qenë një fëmijë shumë i llastuar, se di. Ku e ndjeve ti që filloi të bëj problematik? Që shkujtoja në Shqipëri, sepse nuk po kënaqesha dhe gjithmonë. Në çfarë moshe e kuptove? Pas moshës 20 vjeç. Çfarë po bëjnë atë? Pas 20-tave. Po isha në shkollë. Okej, ishe sociale? Edhe kishe njerëz? Shumë sociale kam qenë, në gjimnaz kam qenë më shumë sociale. Pastaj në universitet ndodhi që kishte shumë student nga vende ndryshme. Edhe aty filloi ajo stopimi i parë, domethënë që bëra shumë piki. Dhe ajo e hapur. Po bëja krahasim. Krahasim me shoqërinë, me përparshme. Me këto që kishe të ndër. Shoqërime, po bëja krahasimet në mendjen time dhe thoja o zot sa mirë, domethënë kam qenë në gjimnaz, kisha domethënë gjithë gocat që ishin nga njëjti vend, kupton edhe njiheshim. Pastaj aty në universitet, domethënë sepse e di që më ngjaj edhe shumë keq, më tingëlloi shumë tuar. Pastaj fillova të bëj ato kur i shikoja mënyrën se flisnin, në mënyrën si vishin veshje e duhura në universitet. Kuptoshim të gjërat e vogla që unë thjesht bëra aty vëra një kështu një kapak që jo, e di që ishte shumë gabim, por thjesht as nuk doja të njihja, nuk. E kuptoj. Ishe komplet rezistente kundrejt njohjes se si ata ishin, po ti gjykoje, domethënë kishe të sensin e gjykimit se si ishin dhe nuk përshtateshe. Gjithmonë në kokën time. Po ndërkohë ti kishe frikë ndaj gjykimit të tyre apo jo? Nuk të intereson kjo pjesë? Jo, asnjëherë. Nuk e di, po ndjej vetëm shumë superiore, në moshën që ishem dhe që thoya zoti mas, nuk fare me asnjë. Edhe një shumë ishte ndoshta edhe shumë herë më lart te ku di unë. Dhe unë klasim ekonomikisht e gjëra të tilla nuk më bën të syri fare. Po nuk ishte gabim, por që ishte shumë vështirë. Okej, ne po përpiqemi thjesht të kuptojmë se si e ke menduar dhe ti faleminderit që e ndan në mënyrë sinqerte të pjesë, por do të kuptojmë pak edhe çështën e izolimit. Unë nuk jam vetëm unë vetja. Po. Çështën e izolimit dua të ndalem, domethënë në momentin kur ti zhvillove një izolim nga shoqëria jashtme, dhe si erdhi kjo? Erdhi kur erdha këtu, erdhi gjitha kjo pjesa e izolimit, bësha si me frikë ndonjëherë, çfarë mendoja në mendjen time. Shikoja ndonjë lajm aty për shembull që mund të kishte ndodhur ndonjë përdhunim ose ku di unë nëpër trena dhe kështu. Dhe më kapte një ankth, një gjë. Unë sa që kisha edhe frikë dilja kështu nga ora 8 e darkës, 9 e darkës. Kisha super frikë, domethënë kështu gjithkohës, duke rrit nga mbrapa më bëj sikur më dishte ndonjë njerëz dhe do më vjedhin, do më rrafin, dhe kisha shumë frikë. Po këtë ti e zhvillove në fillim kur ike apo gjatë kohës, pra duke qëndruar, duke parë dhe duke u rritur risku? Edhe në Tiranë, kur jetoja në Tiranë, kam pasur disa episode për ndjekje. Po asnjë gjë me shëder, thjesht për ndjekje, po që pra për ndjekje ngelet, mbetet. Edhe sa ti kur mbaroja mësimin vonë, kisha një frikë, domethënë shikoja gjithkohës mbrapa, mos më ndjek njëri, mos më bën. Edhe ndonjëherë duke menduar kaq shumë si përdrejsh ata ngjiteshin nga mbrapa dhe ndihnin. Do të flas për meshkuj. Je ndjerë rrezikuar? Po, jam ndjerë shumë rrezikuar. Jam ndjerë sepse vetëm një manjak mund të përndjekë nga mbrapa. Ta shton imigracionin. Më ka ndodhur një moshë vogël një herë në klasë të 8, më ka ndodhur një përndjekje dhe më mbeti kështu si traumë. Çfarë mban mend nga ai moment? Më mbaj mend shumë frikë, shumë qara, shumë mangë, kisha frikë flija natën. Edhe që një periudhë shumë e keqe në Shqipëri atëherë, shumë lajme të tilla të errta. Edhe nuk e di, dëm shumë i madh. Helga, si po të ndikon kjo situatë e kaluar, e përjetuar nga ky moment që ti po tregon për ndjekjen asaj kohe, pastaj transferimin në pjesën e Anglisë, si të pengon kjo? Ndjem safe sepse unë jetoj me dikë.
Nuk është se jam vetëm, por në qoftë se do isha vetëm gocë fare këtu, nuk e dia do e përballoja deri në fund. Okej, po si të ndikon ty kjo në jetën e përditshme? Çfarë të penalizon, çfarë të limiton? Po thjesht në momentin që vjen ajo fasha orare që errësohet, se tani këtu është bërë shumë e gjatë dita dhe errësohet shumë vonë edhe më pëlqen shumë. Po në momentin që do vjen fasha orare që do errësohet, e kam shumë frikë, domethënë kam shumë frikë dal. Se kur kthehem nëpër trena, e kam shumë siklet. Okay. Edhe nuk e bëj, mund të marr një Uber, një diçka dhe s'nuk eci dot nuk kam. Edhe në një rrugë vogël 10 minuta ja. Dhe për sa kohësh është kjo gjë tek ty? Tu jashtë kështu e kam bërë gjithmonë, nuk mundem. Në qoftë se jam i shoqëruar është gjë tjetër. Kjo vjen nga fakti që ti je informuar se mund të ndodhi rreziqe aty afër edhe mund të jetë një kërcënim real për ty. Kjo mund të jetë një nga arsyet pse akoma vazhdon si sjellje, po nëse është diçka që mjedisi është i sigurt edhe ti e ke si mendim që mund të ndodhë diçka, atëherë mund të jetë problematika, mendoj. Si. Kjo natës frikën e kam gjithmonë. Kjo natës nuk është edhe normale. Natën Disa po është diçka që është e kuptueshme për shumë femra, ne. Sepse ajo po thonë se natën jetojmë me ankth të gjitha në të gjithë botën. Pikërisht. Sepse ka histori. Po Elga nuk edhe ditën nuk ka dëshirë të dalë fare natë. Dhe tani ka frikë natën dhe s'ka dëshirë ditën. Ka dëshirë dalë. Ja sot me zi dola. Tash vetes show dita aty me Selenam. Edhe shajt se po dalë sot. O Elga, ti sikur s'ka si marrëdhënie me Londrën, sikur s'ke krijuar asnjë lloj marrëdhënie, s'ka asnjë lloj ndjeshmërie. Ajo pjesa e ndjeshmërisë për shumë gjëra më ka ikën vërtetë. Nuk është se jam ndonjë kështu ndonjë dëshirë të madhe ose edhe nëse do më thuash çaj bëjmë një udhtim ikim diku, çofim të vendin, nuk është se kam ndonjë kështu dëshirë ose që të jem shumë wow, surprise, do ikë në X vend, do kënaqem. I kam parë gjitha tani dhe nuk më bën asgjë për shtypje, nuk e di se si e ngopur se ti ke hyrë direkt nuk të ka pëlqyer ambienti atje që kur ke hyrë me paragjykim, kështu që nga aeroporti, që në aeroport aty e pashun edhe. Pra nuk e shkruar me kuriozitetin që unë dua të zbuloj. Ti ke shkuar ke thënë si qeka këtu edhe e ke mbyllur që këtë e bëjnë shumë të tjerë bashkomas, qoftë edhe nga vendet e tjera të botës, absolutisht kur udhtoj sidomos në vende të mëdha, e dëgjon shpesh që tallen me Parisin, me Londrën, me New Yorkun, me gjitha qytete, me Romën tashmë, tallen thon si ishte aty skandale, srijet e çfarë do të bëjmë ne me ata. Kështu që edhe ti që në fillim ke ndërtuar një murakulli me një barrierë të madhe. Një barrierë e madhe dhe mua kjo. Po edhe këtu, me sa kuptoj. Me Anglinën me Londrën, në gjithë Anglinë. Edhe në Tiranë po thua që ka qenë. Edhe sapo e tha më herët që edhe në Tiranë nuk është se kishte një afeksion të madh me vendin, por ishte ndije pak më ndryshe nga ana sociale. Po çfarë duhet bëj Helga në këtë rast? Se ajo po të shkojë edhe në Finland, ta garantoj që aty do ndihesh ndoshta tjetër gjë, do i gjykosh, do ndihesh inferiore, mund të ndihesh inferiore, se s'ka lidhje pastaj aty janë të bardhë apo në Danimark që janë dhe aty pastaj do ndihesh inferiore se ata s'duan imigrantët. Kështu që në çdo vend mund të gjesh diçka. Edhe në Tiranë ke gjetur diçka, kështu që kjo ka të bëjë me ty dhe mos rehatin tënde. Po çështja në rastin e Elgës mund të jetë edhe kjo që shumë njerëz edhe në Shqipëri aktualisht nuk janë të kënaqur me vendin, ose edhe njerëz që janë jashtë për vendet ku kanë emigruar, nuk janë të kënaqur, po nuk, domethënë kanë sërish një ide të përmirësimit të gjës, domethënë që mund të ndryshojë ose mund të bëjnë ndryshime të caktuara në vend ose mund të mendojnë lëvizje për një vend tjetër që është më afër mënyrës se si ata duan të jetojnë. Pra ka një qasje për ta ndryshuar situatën. Nëse tek Helga për shembull mungon kjo dëshirë, këtu ne mund të themi si psikolog që ka diçka që nuk shkon, sepse mungesa dëshirës për të ndryshuar gjërat, aty fillon edhe përkeqësohet situata. Mungesa motivimit është më vërtet. Ti e ke dëshirën, domethënë ke ndonjë qasje që do e gjesh vendin tënd në këtë botë diku? Ja, edhe këto se kisha menduar. Se ndoshta kjo mund të të ndihmojë të kesh një orientim. Më duket se kurse kam këtë luksin dhe këtë kohën që të filloj të rimendoj edhe një herë që ku do jetoj, të gjej një vend tjetër, se çdo gjë ka peripecitë veta, do të shkoj nga zero. Po në këtë moment. Diçka ke krijuar kaq vite, po që Okej, këtu doja të kthesh atë kjo pjesë. Tek jeta aktuale, cilat janë gjërat që ti po bën dhe po kënaqesh? Domethënë ka gjëra që të shijojnë përveç të gjërave që nuk mundesh ti gjendesh e përshtatur me to, e lidhur me to. Ka situata tjera që them që më shumë është fakti që
Kujdes kam fare shqiptar afër. Edhe pse them që duhet ndonjë shoqe shqiptare ndonjë njëri, sepse normalisht kuptohemi. Jam larg atyre thashë themeve në Shqipëri, shumë gjërave tjera dhe nuk më shef njërin. Më pëlqen fakti që kam bërë shumë sport këtu pa. Po mbaroj shkollën. Me shkollën. Kam marrëdhënie shumë të mira me pedagogët, e disa gjëra tjera që duhet filloj të ndjek këtu, prap për sa i përket pjesës akademike, edhe jam në një lidhje shumë të mirë. E filloi të pëlqimet, e filloi që s'ka shqiptar. Ndërkohë që edhe çdo gjë tjetër ishte shumë okay, jam e një lumtur me shoqe. dashurin, jam e lumtur me pedagogët, jam me shkollën. E fillove direkt tek më pëlqen që si kam. Fillove direkt tek njerëzit e tjerë. Domethënë gjithë siç e fillove në fillim që jo këtu ka me shami, këtu ka indian, më pëlqen që s'ka shqiptar, e ke fiksim me komunitetet. Po dhe ky është i problem shumë i madh sepse ato nuk janë problemi. Ato s'janë fare problemi. Ti po i bën një problem dhe po i jep kaq shumë fuqi çdo komuniteti, qoftë edhe mund të ishte edhe familja e nuk e di, bashkëshortit e partnerit tënd. Po i jep shumë fuqi këtyre. Është mirë që s'është. Po po i jep shumë fuqi ndërkohë që ato janë njerëz që lëvizin, që jetojnë aty, që ndoshta skepse ti takosh ato ndoshta s'do të njoh fare ty, edhe ti s'do më njoh ata, në rregull janë, jeta vazhdon për të gjithë. Po e ndjej që gjatë gjithë komunikimit ton shumë too much. Je me shami, dakor, po nuk është se ikën ato me shami, nuk është se je në Meka, kupton, aty kalojnë ato, kalojnë të tjerë, njerëz janë, kalojnë, do ketë indian, kalon njëri nga Skocia, njëri nga Walesi, kalojnë 2 francez. Pra, e ke marrë shumë brenda teje këtë gjë dhe kjo është pak shqetësuese, ndërkohë sepse nuk është kaq e rëndësishme. Po se po jep rëndësi shumë edhe këtë po ta them në mënyrë popullore, nuk po futem fare në terapi, po ta them se po ta thosh shoqe. Shiko ç'a bën ty ti izolohesh, po jep rëndësi njerëzve që as nuk duhet ja di për ty. Vazhdojnë jetën e tyre. Dhe ti thua më pengon, asgjë s'të pengon nga ata. Se nata, dakord, kanë qenë disa perversa që kanë ndjerur nga mbrapa, këtë e kuptohet se të tërë kemi ankthët tona. Ajo është e kuptueshme, kurse dita dhe komunitetet, kjo është diçka që kudo që ti jesh ti do jesh e palumtur, se ka dhe shqiptarë aty që të bezdisin në Tiranë, siç na bezdisin nesh, një lagje e keqe, edhe kur lagja është e mirë, është e keqe nga një trafik, një gjë s'të bëj të dalësh, nuk e di s'ka asnjë gjë interesante për ato që jetojnë këtu. Kështu që kjo është diçka që duhet ta zgjidhësh dhe unë mendoj që në atë vend ku je dhe ku ti do të rish sepse po investon, ajo ka një mrekulli të jashtëzakonshme ai vend, që të ofron mundësi ku ti të gjesh interesin tënd. Sepse ti je shkollë i dashuri dhe kjo për mua, unë kam qenë vetë studente jashtë dhe mua më ka ndihmuar shumë konvikti, të qenë në konvikt se do ti do ta gjeje njeriu tënd, sepse ishe çdo ditë me ta. Socializohesh më shumë, është e vërtetë. Kurse ju, po them ju sepse këtu futet edhe gocën time, absolutisht edhe fus edhe një pjesë madhe, sidomos ky brezi, ju keni një brez që keni akses në Shqipërisë çdo ditë ka avion, keni akses në çdo gjë shqiptare. Do me thënë, ke të dashurin shqiptar, po është aq afër Tirana me Londrën tani po ta mendosh, edhe me bileta shumë të lira, sa që aksesi është kaq i madh, sa që juve as nuk është fjera për ta asimiluar, por ju as nuk do keni interes. Dhe për mua, më shumë se sa të kesh interes flasësh për komunitetet e tjera, interesi jo duhet të jetë të gjesh njerëz që kanë interesa të përbashkëta me ty. Që nuk ka rëndësi, se pastaj ajo shamia që të pengon ty nuk do jetë më penguese në rast se ti je në një super muhabet, je në një klasë poçarie, po them, edhe je me një tjetër që vdes për poçarin, apo je në një kërkim shkencor edhe për pedagogun dhe pas asiston bashkë me një vajzë tjetër nga India ku ajo do është fantastike dhe mëson prej saj. Pra ti ke krijuar, po mban Shqipërinë tënde shumë fort aty, ndërkohë Shqipërinë këtu se do, aty po e mban fort, ndërkohë shqiptarët e tjerë si do. Dhe unë të sugjeroj që ti të gjesh interesa, siç ke gjetur palestrën, dhe atje kur të flasësh, do flasësh me njerëz që ke interesa të njëjta dhe nuk ka më komunitet të njeriu që ka interesa me ty, nuk ekziston më ngjyra e tij. Ekziston interesi që ju keni bashkë, dëshira për të folur apo për të menduar apo për të punuar për një gjë. Dhe Londra është fantastike sepse të ofron pafundërisht gjëra. Ore shkon në një grupin e filmit eksperimental, nuk e di, finlandez. I don't know. Dhe është fantastike dhe ti duhet ta shfrytëzosh të gjë sepse realisht takon shumë njerëz. Dhe izolimi tënd i po i bën dëm vetes dhe gjithçka që mund të marrësh nga një nga qytetet historike që ka krijuar botën, ai qytet.
Ka kaq shumë gjëra për të dhënë. Për të qenit i bardha poezia, po nuk ka lidhje ajo kur ti bën ato që do. Ti për momentin po bën shkollën se të duhet, je aty se të duhet, edhe patjetër që e shef Londrën me dyshim. Ti si fillim duhet fillosh bish dashuri me atë qytet, se do jetosh. Ti bjen dashuri kur gjeni pikat përbashkëta për të dashuruar me atë vend. Gjej gjërat e tua, ato që ke qef. Edhe më shoj atyre sepse është gjunaf, të ikën jeta nga duart edhe të shkëndijë. Patjetër dhe koha jote vetëm vlen, por du ta shohësh kështu, çfarë të përfitoj unë nga qyteti dhe ç'a më jep mua dhe ç'a jap unë qytetit. Jo, jam këtu dhe më dolën para indianët, je shi këtu sa pas ka me shami. Se po të marrësh dhe po të lexosh statistika do habitesh që nuk është aq ashtu siç ti mendon. Nuk është aq keq. Dhe për më tepër mendoj që tani dhe neve kështu shifemi nga të tjerët. Mendo si për veten tënde, se si shihemi ne në Angli, që është e tmeshme, janë 150.000 shqiptar. Edhe na shohin si hajdut të tërve dhe kriminal. Kështu që të njëjtën gjë, si ti ndihesh keq për veten, e njëjta gjë ndodhe me të tjerët. Dhe këtë unë nuk dua ta kaloj te paragjykimi racizmi, se kjo është bisedë tjetër, nuk vlen për emisionin tim kjo bisedë. Nuk ka rëndësi, por ka rëndësi ti me marrëdhënie i identifikon shumë ta njerëz, të ndikojnë më shumë se ç'duhet. Kultura, pa lidhje fare. Bile unë do sugjeroja që ndoshta në të ardhmen, nëse ke këto mund edhe të shkosh, nëse ke një mundësi udhëtimi, mund të shkosh dhe ta shohësh nga afër. Ndin edhe pse është bota shumë e bukur zemër. Jetojmë në një vend me ngjyra, nuk na pengon asnjëri. Ne ishte një shprehje shumë e bukur, madje një indian guru i famshëm, Sadhguruja, edhe nxora sot në Instagram që thoshte in është the way out. Domethënë nga brenda fillon. Nëse ti do të shpëtosh nga gjëra, fillon nga brenda dhe ishte shumë e bukur. In is the way out. Kështu që nuk ke way out, nuk ke exit aty. Nuk do çosh, nuk do bën eksot komunitete dhe të pastrohet Londra siç do ti në vitet 60, se nxjerrin video kur ishte Londra vitet 60 me anglez. Dhe po të ishte po të ishte Londra vitet 60 me anglez do ishte edhe më keq. Kanë edhe ata një racizëm të fshehur, po e mbajnë veten nga luftrat, nga përplasjet që kanë pas vetë katolike protestante, kështu e kanë ngrënë. Por që nuk do ishte aq mirë, sepse Londra nuk është e jotja. Ajo Londra që do ti homogjene. Nuk është e jotja. Ajo është atyrja, siç edhe Tirana është e jotja në një formë. Por në një qytet i madh kështu janë. Ti vet, unë mendoj që duhet ta shohësh çfarë të marr unë prej këtij qyteti. Çfarë të marr unë dhe si ta bëj unë atë. Jo të izolohesh, ç'pun ka rri kod shtëpi. Unë këtë e kam shumë personale këtë pjesën e. Her pas here kam gjëra personale dhe kjo është nga gjërat se e kam ndier tek shumë shqiptar dhe ka qenë në pikpyetjet e mia gjithmonë dhe ky gjykimi që kishin. Edhe unë mes shumë njerëzve kisha një shoqe nga Haiti, kisha një shoqe nga Amerika Latine, po mes tyre kisha një shoqe nga Haiti që e doja, kisha edhe një nga Haiti që nuk e doja, kupton? Kisha një shoqe nga Pakistani, kam pas Hemanën, jetoja me atë në Washington, që ishte fantastike. Ndërkohë shoku i saj po nga Pakistani nuk ishte. Ndërkohë një shofer nga Pakistani ishte i lodhshëm. Një tjetër nuk ishte. Dikush mbante erë, një qytetar, po mbante erë dhe njëri në Shqipëri në autobus. Unë mendoj që ti duhet ta heqësh këtë pjesën e ngurtësimit. E ngurtësimit, po tamam. Aty je? Po këtu jam. Po, po reflekton. Jo, kjo është për të thënë, jo, nuk është se, kjo është pak delikat se ne nuk duam të bëjmë moral këtu dhe nuk është çështja e moralit, është thjesht love London. Po kudo që ti jesh do të bësh më të mirën e jetës tënde se gjuna kur e mendon pastaj do thuash, për çfarë bëra unë 3 vjet s'dola nga shtëpia. Njerëzit janë njësoj kudo, më beso. Për mua 7 lloje tipash janë 8, nuk e di, bëra një studim personal një herë, të cilat përsëriten kudo. Të njëjtit njerëz, madje edhe si portrete. Si e shef të zi, si e shef të verë, si e shef janë ca lloj portrete që janë njësoj dhe ti pret të njëjta gjëra. Njerëzit janë njësoj kudo. Natyrisht në sisteme të ndryshme mund të jetë shumica nga Arabia Saudite nuk mendojnë si shumica nga Hollanda, qartë, sepse janë rritur ndryshe, por thelbi është të tërë duan dashuri, të tërë kanë frikra, të tërë po të futesh flasësh për ankthit tënd dhe ajo vajza nga Katari do thotë unë kam ankth, nuk daj se s'më pëlqejnë fare të bardhët, kupton, ndiem kam frikë. Apo aziatikët që thonë nuk na pëlqejnë fare këto bjondët, na duken çuditshëm. Të gjithë kanë edhe aty fillon e flet, kështu që është gjithmonë mundësia për të folur është fantastike, se sa mundësia për të paragjykuar ajo të bllokon, kurse kur flet kupton, të gjithë jemi njësoj, nën, bab, duam të tërë, jemi aq njësoj sa që do habitesh. Se di Jona ka përshtuar, po këtë doja të thoja unë.
Ti tregoj një eksperiencë edhe bashkë me eksperiencën dhe shumë gjëra të cilat edhe unë do t'i përmendja. Pjesën e të qenit në një rrezik nëse ne ndalojmë brenda shtëpisë, sepse përforcoj mendimet që na thot mendja në ato çaste dhe prandaj ne nuk eksperimentojmë fare. Kështu që në rastin e Elgës do jenë situatat e reja që ti propozove, ato që do e sfidojnë dhe do e ndryshojnë këtë ngurtësimin që ka krijuar rreth vetes, po kam përshtypjen edhe ankthin. Pastaj mos harrove diçka. Networku shumë i rëndësishëm që të jo t'ja dalësh në atë vend, po të ecësh para. Dhe ti në qoftë se i vajzë që ke investuar, networku është shumë i rëndësishëm, dhe atë network patjetër që ke nga gjithë kombësit. Patjetër që ato vendet që the ti si India janë shumë të fuqishëm në atë network. Kështu që bëu dhe e zgjuar, bëu shfrytëzoi këtë gjëra, shfrytëzoi njerëzit. Ne jetojmë me njerëz dhe nga njerëzit me njerëzit bëhemi. Madje një studimet e fundit thonë që përtej mos pirjes së cigares, alkoolit e këto, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të kemi në jetë është flasim me njerëz dhe bëjmë me njerëz. Njerëzit janë shumë të mirë. Më beso ka shumë njerëz të mirë me disa tyre dhe janë shumë të interesantë, mëson pafund histori. Dhe do shohësh dhe vetë se si lehtësohesh komplet, kuptoj që si e vetme, kuptoj që të gjithë janë njësoj. Kështu Elga. Unë të falenderoj, më vjen mirë që je vetëm 25 vjeç, kështu që je në ka. Ciao, miropafshim. Është shumë e dëgjuar kjo Elgës, edhe më vjen mirë që Elga ishte shumë e sinqertë, okay, anonim, po ishte e sinqertë në gjën e vet, sepse kjo ndodh shumë edhe mua gjithmonë më ka bezdisur fakti që pse shumë nga komuniteti ynë, kjo ndodh në tërë botën, se di edhe nga komuniteti kinez dhe këto që kanë pas. Po pse është kaq problem, domethënë pse ku i penguan këta njerëz, sidomos ne shqiptarë që jemi njerëz që ecim shumë para. Ecim, lëvizim. Ecim, domethënë, edhe avancojmë shumë, edhe çfarë problemi, njerëzit që avancojnë shumë, njerëz të tjerë për shembull që lëm pas nuk kanë asnjë problem ose nuk e di, është shumë e çuditshme kjo, edhe madje edhe kur shoh në TikTok e kështu edhe për martesat mes tyre që habiten si e martove ti. Po kjo pjesa e shkrirjes s'ka asnjë gjë të shkrihesh. Por aq sa do të shkrihesh dhe pastaj shkon te komuniteti yt. Por pastaj kemi të probleme në komunitetin tonë që është edhe ky është i çuditshëm. Unë kam thënë gjithmonë kjo më ka bërë shumë përshtypje se njerëz poshtër njeh kudo. Ti e ke zhgënjim të madh nga komuniteti yt se ke pritshmëri më të larta, apo ndërkohë ai ishte njeri i huaj dhe po të zhgënjesh në Tiranë nuk të bën përshtypje. Po të zhgënjesh atje të bën përshtypje. Po ai është në një rrugën e vet, edhe në rrugën e vet ai ka frikrat e veta që të pas zgjidhura. E kemi diskutuar të emigracioni. Por më bën përshtypje dhe e di çfarë është tjetër e rëndësishme dhe dua ta them të mesazh për të gjithë ju që jetoni jashtë dhe nuk keni fëmijë akoma dhe doni të jetoni aty, është shumë e rëndësishme që të punoni me veten tuaj dhe me paragjykimet, sepse do lindni fëmijë aty. Do rrisni fëmijë atje dhe fëmijët janë komplet futen në një botë tjetër, sidomos fëmijët e këtyre brezave dhe brezave që do vinë aq shumë më shumë, të cilët do pranojnë gjithçka. Dhe nuk mund të kenë një ekstrem në shtëpi dhe një ekstrem jashtë, sepse do krijoni trauma tek fëmijët tuaj. Tashmë janë bërë banjo unisex, pra ka gjithçka dhe çfarë do të keni juve, lufta juaj do të jetë shumë e vështirë për fëmijë të rritur në Londër apo në New York. Është një luftë e humbur, do thoja unë, ose e humbur që mund ta fitoni për pak, pastaj nuk do të fitohet më, ato do ndihen të diferencuar, të ndartë. Pra bëni kaq të mençur që ta pranoni ju vetë dhe pastaj sepse fëmia gjithsesi do ta pranojë dhe ju do të habiteni fare më vonë. Dhe sa më shumë ta luftoni diçka si puna e homoseksualizmit edhe të gejve në dollap, që thuhet, që sa më shumë e luftojnë, pastaj thonë, "Oh, më doli çuni homoseksual." Kur ishin këto burra që jo dilin me shpatë, duhet vrarë, duhet prerë, nuk e di se si funksionon karma, edhe jo karma, po leksionet që të jep ty universi që ja kërkon vet, sepse përqendrohesh shumë te kjo gjëja. Dhe sa më shumë është sekreti universal, sa më shumë të përqendrohesh tek një lloj urrëti apo diçka, do ta kesh atë me vete sepse të duhet patjetër që të dillesh with it, të ta përballësh. Dhe ndonjëherë përballet edhe në formë shumë të vështirë, jo tek ty, te fëmijët, te dikush tjetër që nuk dua ta them tani se do t'ja them Jonës atë tani të kalojmë tek historia tjetër. Kjo ishte nuk ishte tamam një akt performance Po edhe nuk e dëgjova, dhe pse tregonte me shumë butësi dhe një lloj qeshje, po qeshjen e interpretojnë në mënyra të ndryshme. Qeshja mund të jetë një mburoj e ankthi që ajo ndjen, se ndoshta është dhe hera parë që mund të flet për çështjen dhe nuk është e thjeshtë. Por mendoje nëse Elga vjen dhe thot bëra shoqja një indian, siç po thoj ti, një person që ka kritikuar gjithmonë. Unë të them edhe diçka tjetër, por nuk ta them tani, më mezi po pres ta them. Ndërkohë që mezi po pres ta them të, neve do kalojmë pas pak në historinë e Leos, është pseudonimi i tij, është 41 vjeç.
Dhe ka pasur shumë raste thonë në marrëdhënie intime që kanë pasur një frikë. Kjo është një frikë tjetër performance dhe kjo është përballi, pra performanca është tek e tek, nuk është performancë në një auditorium të madh me njerëz me publik të madh, por prapë është e njëjta ndoshta filozofi. I ka ndodhur, thotë me një të huaj isha 34 vjeç, pak më shumë do na thotë se nuk dua ta them këtë pjesën tjetër, është interesante, por na thotë vet Leo, pas pak. Dhe ndërkohë do t'i them një gjë Jonës.